Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror informativ. Do jemi së bashku me kolegen Nisida Tufo për të njohur me zhvillimet më kryesore të ditës, shohim së pari titujt. Komisioni qendror i zgjedhjeve ju hoqi mandatin deputetëve Shkëlqim Selamit, Lëvizje Socialiste për Integrim, Dashamir Tahiri, PDU, si edhe kreu të Bashkisë Kavajës Elvis Roshi. Ky i fundit është shkarkuar pas ditën e sotme nga qeveria, ndërkohë deputetët thonë se do ankimojnë vendimin. Shtetet e Bashkuara konsideruan vendimin e KQZ-s fitore të popullit shqiptar, ndërkohë kryeministri Rama tha se PD po shkelmon dekriminalizimin duke mos votuar për deputetin Dashamir Tahiri. Përbashkën këtu nis ndarja e politikës me krimin. Kryeministri Rama dëshmoi sot në Komisionin Hetimor për prishjen e marrëveshjes me Çezin, ku deklaroi se qeveria çeke ka patur pozicion të ashpër që mund të shkonte deri në veto për statusin kandidat të Shqipërisë. Rama tha se rruga e mirë kuptimit që u ndoq ishte më e mira e mundshme për vendin. Këshilli Bashkiak miratoi me votat e mazhorancës planin urbanistik të Tiranës. Opozita votoi kundër planit që sipas saj betonizon dhe shkatron kryeqytetin. Vijojnë diskutime tashmë për buxhetin e vitit 2017. Zjarri në Banes ka shkaktuar plagosjen e një 84 vjeçare në Gjirokastër, e cila jetonte vetë me shkak i zjarrit dyshohet të ketë qenë një shkëndije dal nga Oxhaku. Papa Francesku ka dhënë një mesazh për çiftet e sapo martuara, duke thënë se martesa kërkon guxim për të angazhuar gjithë jetën. Ai këshilloi të mos flenë pa vendosur paqe me njëri tjetrin. Mirë, do të shohim gjithsesi zhvillimet kryesore të ditës. Dekriminalizimi prek 3 parët ndër funksionarët e lartë, kryebashkiakun Elvis Roshi dhe 2 deputetët Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri. Komisioni qendror i zgjedhjeve vendosi sot ndërprerjen e mandatit tyre, ndërsa më pas qeveria ka vendosur shkarkimin e kreut të Bashkisë Kavajës Elvis Roshi. Shtetet e Bashkuara e cilësojnë vendimin fitore të shqiptarëve. Pas presionit të hapur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të nxjerrë jashtë politikës personat e inkriminuar, prokuroria u vu në lëvizje duke ingranuar edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky i fundit në mbledhjen e kësaj të enjteje vendosi të ndërpres në mënyrë të menjëhershme mandatin 3 funksionarëve publik. Antarët e djathtë në KQZ nuk ishin dakord që mandati deputetit Dashamir Tahiri të kishte të njëjtin fat. Funksionari zoti Elvis Roshi, kryetari i Bashkisë Kavaj, një zëri vendosi të shpallë pavlefshëm dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit kryetarit Bashkisë Kavaj zotit Elvis Roshi, për funksionarin publik zoti Shkëlqim Selami, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Një zëri vendosi të shpallë pavlefshëm dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit të deputetit zoti Shkëlqim Selami, për funksionarin publik zoti Dashamir Tahiri. Me shumicë votash, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të shpallë pavlefshëm dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit të deputetit Dashamir Tahiri. Në këtij vendimi kanë qenë kundër zoti Hussein Osmanaj, zoti Klement Zguri dhe zonja Vera Shtieft. Menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i SBA-s, që e ka cilësuar këtë vendimarrje si një fitore për popullin shqiptar. Vendimi i sotëm është një fitore për popullin shqiptar dhe një paralajmërim për kriminalet që po mendojnë atë jenë kandidat në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Zyrtarët e zgjedhur apo të emëruar që plotësojnë deklarata false duhet të ndëshkohen me gjithë forcën e ligjit. Personat me dosje penale nuk mund të kenë vend në përfaqësimin e shqiptarëve. Thuhet në deklaratën e shpërndar për mediat, por me sa duket nuk ka krijuar të njëjtën ndjesi tek 2 prej protagonistëve, Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri. Prisja nga KQZ ta shihte çështjen në themel, megjithatë nuk e paragjykoi vendimin e saj. Po marrin masat për ta ankimuar në gjykat, pasi po penalizohet një njeri që s'ka bërë asgjë të vetme. Mazhoranca në KQZ nuk ka respektuar ligjin, por ka marrë vendim politik për të më dëmtuar mua dhe opozitën, si dhe për të vendosur barazpesha të papranueshme në këtë proces. Sfidoj çdo prej anëtarëve të KQZ-s që kanë sadopak integritet personal dhe profesional që të më gjejnë vetëm një element të ligjit për të bërë të pavlefshëm mandatin tim. Me ndërprerjen e mandatit të 2 deputetëve, KQZ duhet të rimblidhet për t'i dhënë mandatin kandidatëve pasues në listat e LSI-s dhe PDU-s për qarkun e Vlorës. Kështu vendin e Shkëlqim Selamit pritet ta marrë Flamur Çelaj, i renditur i dyti në listë, por nëse do respektohet barazia gjinore, mandatin pritet ta marrë Katina Gogo. Në kampin tjetër të PDU-s, Dashamir Tahiri pritet të zëvendësohet me Edmond Zenon. Me lëvizjet e deputetëve, ndryshojnë edhe numrat në parlament, shumicës i shtohet një deputet, ndërsa opozita humbet një të tillë.
Deri më tani, vetmi që nuk ka sjellë asnjë reagim është kryetari i Bashkisë së Kavajës Elvis Roshi. Me ndërprerjen e mandatit, Kavaja bëhet i treti qytet që shkon në zgjedhje të parakohshme që prej 2015-s, pas Dibrës dhe Ersekës. Kryetari i opozitës përshëndeti vendimin për heqjen e mandatit deputetëve Shkëlqim Selami, Dashamir Tahiri si dhe kryebashkiakut Elvis Roshi. Përbashkët ndarja e politikës me krimin sapo ka filluar, kryeministri Rama në reagimin e tij zgjodhi të ironizojë Partinë Demokratike për mbrojtjen që i dha Dashamir Tahirit në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Lulzim Basha reagoi i pari mes liderëve politik për heqjen e mandateve të 2 deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë dhe kryebashkiakut të Kavajës. Ndarja e politikës me krimin sapo ka filluar. Për të gjithë shqiptarët e ndershëm, kjo është një fitore e shumë pritur. Betejë është e gjatë dhe e vështirë, sepse krimi ka mbrojtje dhe mbështetje qeveritare. Por asgjë nuk do të na ndalë nga kjo rrugë që na ndan me të keqen dhe që do të ndryshojë Shqipërinë, duke ndryshuar nga rrënjët politikën. Në reagimin e tij, Lulzim Basha nuk mori në mbrojtje Dashamir Tahirin, ndryshe nga sa bën përfaqësuesit e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. As Edi Rama nuk mori në mbrojtje kryebashkiakun e tij në Kavaj, por zgjodhi të sulmojë opozitën për votën për të mos i ndërprerë mandatin deputetit Dashamir Tahiri. U rrokanis kokën shqiptarëve për ligjin e dekriminalizimit dhe shqelmon ligjin me të parën në mbrojtje të problematikut të vet. 2016 ishte viti i zbatimit të dekriminalizimit, por ligji i dha efektet e para në ditët e fundit të tij, mbi përfaqësues të majtë dhe të djathtë të politikës shqiptare. Edi Rama e fton thuajse përdit personalisht, por edhe me partner të tij të ngushtë Ilir Metën për të rinovuar marrëveshjen e koalicionit. Kreu i LSI-s ende nuk i ka kthyer një përgjigje, megjithse zgjedhjet po afrojnë. Nga Dibra i është shprehur se vendimi i përket sa ardhmes dhe do të merret në momentin e duhur. Edi Rama e ka ftuar disa herë publikisht për të vijuar koalicionin edhe për zgjedhjet e vitit 2017. Ilir Meta në asnjë moment nuk ka dhënë një përgjigje të prerë. Nga Dibra, Meta është shprehur se vendimi për koalicionin i përket së ardhmes dhe ai do të merret në momentin e duhur. Ne jemi në një koalicion dhe përse takon të ardhmes, ne gjithmonë do të vendosim në përputhje me interesin e vendit. E besojmë do marrim vendimin më të mirë. Ashtu si Meta, edhe Rama në disa raste kanë flirtuar me partitë të tjera. Në zgjedhjet e Dibrës, aleanca me PDI-un ishte aq e fortë sa garantoi fitoren, edhe me një angazhim shumë të pakët të LSI-s. Kësaj pyetje dhe asaj për një qeveri teknike, Meta ju përgjigj. Gëzuar 2017. Kreu i LSI-s ishte në Dibër për të festuar festat e fundvitit me strukturat e LSI-s në të gjithë qarkun. Meta inspektoi dhe disa investime në qarkun e Dibrës. Zëvendës Ministria e Mjedisit Oliana Ifti është shkarkuar nga detyra. Lajmi i publikuar një ditë më parë u konfirmua prej saj në një prononcim ekskluziv për Balkan Web, ku pohoi se vendimi është marrë në mbledhjen e qeverisë me propozim të kryeministrit Rama dhe se zyrtarisht i është komunikuar pak minuta pas mbledhjes. E pyetur për motivacionin e shkarkimit, Ifti nuk ka preferuar të japë sqarime. Por Balkan Web mëson se arsyeja lidhet me fundin e bashkëqeverisjes mes PS-s dhe PBDN-s Vangjel Dulës. Balkan Web mësoi se kryeministri Rama ka propozuar edhe shkarkimin e antarit të Komisionit të Prokurimeve Publike nga radhat e PBDN-s Spiro Kuro. Marrëdhëniet Rama-Dule u tensionuan veçanërisht pas debatit në Kuvend për prishjen e disa ndërtimeve në Imar, por firma e Dulës në mesin e 7 deputetëve që i kërkuan llogari kryeministrit Edi Rama për mungesën e një date konkrete për hapjen e negociatave me BBN dhe replikat e ashpra me të në seancën e kaluar, duket se e kanë shtyrë kryeministrin e vendit të kërkojë divorcin përfundimtar me Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Kryeministri Rama dëshmoi sot në Komisionin Hetimor për prishjen e marrëveshjes me ÇEZ, ku deklaroi se qeveria çeke ka patur pozicion të ashpër i cili mund të shkonte dhe në vetot saj për statusin kandidat të Shqipërisë. Rama tha se rruga e mirëkuptimit që u ndoq ishte më e mira e mundshme për vendin. Në rolin e dëshmitarit përpara Komisionit Hetimor të Opozitës për çështjen ÇEZ, kreu i qeverisë Edi Rama ka pranuar për herë të parë publikisht se gjatë bisedimeve për marrëveshjen me mirëkuptim, qeveria çeke pati një qëndrim të ashpër kundrejt Shqipërisë për këtë çështje, para marrjes së statusit kandidat për në Bashkimin Evropian. A do të qëndronte qeveria çeke
deri në sekondën e fundit, në pozicionin bllokues, sikur marrëveshja mos ishte zgjidhur përpara votimit, apo jo, këtë nuk e di. Por ekziston mundësia që qeveria çeke të përdorte veton. Ashtu si kundër, nuk përjashtohet mundësia që qeveria çeke bënte presion maksimal me idenë që ne si ende jo as kandidat do sugjesionoheshin nga presioni. Por kryeministri ka saktësuar më tej se mbyllja e marrëveshjes me mirëkuptim nga ana e qeverisë shqiptare nuk u ndikua nga ky presion. Kam informuar disa nga vendet kryesore anëtare duke i quajtur të papranueshëm presionin e qeverisë çeke dhe ambasadores çeke i kanë bërë qartë që me presion nga unë, jo ju, po bashkë gjithë bëni, s'merrni asgjë. Sipas Ramës, mirëkuptimi ishte zgjidhja e duhur pasi Shqipëria nuk kishte asnjë shans për të fituar në arbitrazh kundër çekëve. Pikpamja prevaluese mes gjitha pikpamjeve të diskutuara ishte ajo që zgjidhja miqësore e një konflikti ku Shqipëria s'kishte asnjë shans të fitonte nëse do të shkonte në rrugën e qelur nga pala tjetër. Në komisionin hetimor të ngritur nga opozita më herët kanë dëshmuar edhe ministri i Energjisë Damian Gjiknuri dhe kreu i kontrollit të lartë të shtetit Bujar Leskaj. Sipas KLSH, marrëveshja e shtetit shqiptar me kompaninë ÇEZ i ka shkaktuar buxhetit një dëm financiar prej 479 milion euro. Miratohet vetëm me votat e mazhorancës plani i përgjithshëm vendor në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Opozita ka votuar kundër planit duke cilësuar një plan betonizimi dhe klientelistë që shkatron kryeqytetin, ndërkohë plani i përgjithshëm vendor ka ndezur debatet në Këshillin Bashkiak. Më herët opozita kërkoi më shumë kohë për të dhënë mendime konkrete për planin dhe përmbajtjen e rreth 3000 faqeve dhe kërkoi shtyrjen e seancës, por mazhoranca rrezoi këtë kërkesë dhe pranoi propozimin e LSI-s, ku kërkua më shumë kohë dhe debate dhe hapje për publikun dhe ekspertë rreth pyetjeve konkrete. Kryebashkiaku i Tiranës, Serion Velia, e cilësoi kushtetuese të paktën 15 vite që vinë, e cila bazohet në 13 pika kryesore. Ndërkohë vijojnë diskutimet për buxhetin e 2017-s. Për fat keq, drejtimi i bashkisë në këtë periudhë nga zoti Veliaj ka provuar me fakte konkrete se gjëja e fundit që njeh dhe zbaton është kuadri ligjor, ligji dhe aq më tepër në rastin konkret një plan kaq i pa destinuar, kaq i pa profilizuar në raport me atë që ndryshe njihet si makthi i ndërtimeve në Tiranë. Ju jo vetëm plan nuk do të zbatoni, por nuk keni ndërmend të respektoni asgjë. Dhe vetëm forca e ligjit dhe ndryshimi shumë shpejt i pushteteve do t'ia fundse masakre. Vota jonë është kundër. Së fundi, pas 10 orë diskutimesh edhe një seancë shtërruese, më lejoni që t'ju falenderoj të gjithë këshilltarët e opozitës dhe majorancës për durimin, seriozitetin, pavarësisht pikpamjeve që treguan në këtë seancë. Ju falenderoj të gjithëve, hapim procedurën e votimit. Kush është pro? Kundër? Abstenim? S'ka, miratohet plani urbanistik i Tiranës. Faleminderit gjithëve, kalojmë në pikën tjetër të renditës. Mes debatesh është miratuar me shumicë votash plani përgjithshëm vendor i Bashkisë Gjirokastër. Opozita ka kundërshtuar planin vendor, në veçanti projektin e bypassit, duke kërkuar një referendum qytetar. Këshilli Bashkiak në Gjirokastër miratoi me shumicë votash planin e përgjithshëm vendor të bashkisë. Një ndër pikat më të diskutuara ishte perspektiva e një aeroporti në Gjirokastër, pasi plani i përgjithshëm vendor parashikon ndërtimin e një aeroporti të ri në vendin e quajtur Fusha e Mashkullores, ndërkohë që aeroporti aktual vazhdon të jetë në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Unë nuk mund të them që ta në Gjirokastër pa aeroport. Kush po thot që aeroporti që kemi sot do të zerrohet apo do të iki në rast se nuk bëhet ajriu? Askush po e thot. Po ne nuk mund të themi që Gjirokastër do rri pa aeroport. Jo, ne duam aeroport. Miratimi i këtij plani është kundërshtuar nga opozita, e cila ka kërkuar një referendum qytetar për të marrë vendime mbi planin e zhvillimit dhe në veçanti për projektin e bypassit në zonën historike. Dhe bjen ndesh me harmoninë muzeale, si vlerë e qëndësishme e tij, pra e këtij qyteti, por njerësh
sipas vetë qytetarëve dhe specialistëve tanë urban, nuk është as funksional. Nëse qeveria shqiptare nuk të riqet nga ky projekt, në dobi të një alternative tjetër bypassi, nga ura e Nanzës për shembull, deri sipër në Kala, që të bëj lidhjen me pjesën tjetër të rrjetit të qytetit, ne do të kërkojmë mbajtjen e një referendumi lokal. Materiali udhëzues i planit të përgjithshëm vendor planifikon zhvillimin e territorit të Bashkisë së Gjirokastrës për 15 vitet e ardhshme. Sipas planit, pritet që zhvillimi të mbështetet mbi 12 zona të miratuara. Për herë të parë, zonat e Lungjerisë dhe Virojit do të trajtohen sipas kriterëve të zonave të mbrojtura natyrore. Bashkia e Lezhës nuk ka arritur të realizojë të ardhurat e vitit 2016, çka sipas numrit 1 të kësaj bashkie vjen si pasojë e disa faktorëve. Sektori i ndërtimit është ai që ka ndikuar më së shumti në këtë situatë financiare. Bashkia kishte planifikuar një buxhet për 10 miliard lekë të vjetra. Për shkak të mungesës lejeve të ndërtimit, ne kemi deficiencë goxha të koncedueshme. Kjo lloj minusi financiar të ishte në investime, sepse në shërbime nuk hiqet dot, në paga dhe sigurime nuk hiqet dot dhe përrjedhohet gjithçka shkon në funksion të minusit të investimeve. Pra, kjo ka qenë arsye që ne nuk kemi qenë aty ku do të ishim me investimet. Në qoftë se ne do të kishim 2-3 milion euro më tepër, ne natyrisht një pjesë e madhe e tyre, spaku 2/3 do të ishin investime. Tetëdhjetë e 4 vjeçarja Olimbi Shinaj, që psoi djegje pasi banesa e saj u përfshi nga flakët në fshatin Saraqinisht të Gjirokastrës, rrëfen një ditë më pas orët e tmerrit dhe se si shpëtoi vdekjes. E moshuara nuk e ka kuptuar se si u shkaktuan flakët, ndërsa dyshohet se shkak mund të ketë qenë një shkëndijë zjarri që ka ardhur nga oxhaku me të cilën ajo ngrohej. 84 vjeçarja Olimbi Shinaj, që pësoi djegje pasi banesa e saj u përfshi nga flakët në fshatin Saraqinisht të Gjirokastrës, rrëfen një ditë më pas orët e tmerrit dhe se si shpëtoi vdekjes. E moshuar nuk e ka kuptuar si u shkaktuan flakët, ndërsa nga rrëfimi lë të dyshohet se shkak mund të ketë qenë një shkëndijë zjarri që ka ardhur nga oxhaku me të cilën ajo ngrohej. E kam me oxhak shtëpinë. E mbajta sa e mbajta, ma ktheu oxhaku. I hoqja kucurat, drut, edhe i shova për jashta. Dzita s'kishte, gjë s'kishte, edhe vajta të flëri. Në një gjysmëre, nuk më zëritumi. Kishe rënë zjarri. Ja bëte bu. Që shko makinë tani natën, thash unë. Që shkon, thash. E thash të dalë mu të dera, thash. Se që shko makinë. Ku sho, flakën, e të shtëpia. Sa hodha këmre e parë, të dera që të tili jash, atje, kjo, ma mori flaka këtë. Të qenë, ma kesha qenë më në verandë, një të hedhruj, po do jash degur mu të porta. Do jash degur, të mu në vëndë, së më gjende njëri. Edhe hodha huj atje e ushava, edhe ika, lakurit. E moshuara ka marrë plak të lehta dhe është jashtë rrezikut për jetën. Aktualisht ajo po mjekohet në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës. Kamera e News 24 ishte në banesën e saj në fshatin Saraqinisht, ku si shihet edhe nga pamjet, duke se zjarri nuk ka kursyer asgjë, përfshi dhe çatin e shtëpisë. E zonja e shtëpisë që ju doj shtëpia, erdhi të kërkonte ndihmë, bërtiste tek shtëpia ime, u çuam, që djegur na duart, na fytyra, me shpejtësi të madhe erdhëm këtu. Djali lajmëroi zjarfiksen edhe ambulancën. Olimbi Shinaj prej 15 vitesh jeton e vetme në këtë banesë dhe si shtregon ajo, vazhdimisht i ka refuzuar kërkesat e fëmijëve në emigracion që të jetojë së bashku me ta. Elona Sheu dhe foshnjë e saj 6 muajshe nuk mund të shpëtonin flakëve që përfshin banesën e tyre dhe sepse fqinjet dhe zjarfikset u përpoqën. Por ata pak minuta nga shpërtimi i gazit ishin fatale për to. Një tjetër fakt ronditës është edhe përdorimi i bombolës amortizuar që solli këtë tragjedi. Nuk mundëm t'i shpëtonim nga zjarri foshnjën 6 muajsh dhe nënën e tij, edhe pse bëm gjithçka. Është ky rrëfimi i zjarfiksit të Tepelenës Oldrin Beca, njëkohësisht i afërm i familjes Shehu, i cili tregon se ishte i pari që u fut mes flakëve. Ai thotë se u deshën 4 minuta të mbërrinin në banesë. Harxova 2 bombula me oksigjen, por tymi ishte i dendur dhe era e gazit ishte shumë e fortë. E kam gjetur nënën mbi foshnjën. Kjo është një tragjedi e rëndë për ne. Sipas zjarfiksit Beca, bombula me të cilën ngroheshin pjesëtarët e familjes së djalit të hallës së tij, Gencit, ka qenë krejtësisht e amortizuar. Kjo shkaktoi dhe rrjedhjen e gazit. Ndezja e dritës nga Elona, pasi dhoma ishte mbushur me gaz, rezultoi fatale.
por për fqinjët ato pak minuta para mbërritjes së zjarfikses dhe policisë ishin tronditse. Elona doli duke hapur derën pas shpërthimit, por më pasur i kthye për të nxjerrë foshnjën dhe nuk mundi të dalë më prej andej. Buri Gensi Sheu ka ardhi ka rënë derës time, ka thënë ama të lutem më ndihmoni, unë me aq mosisa kam patur, ka marrë 4-5 legend dhe 4-5 kova për të jedhë me fjalë gazit, në pa mundësi se pikej gazi. Nuk arritim dot me fjalë që të shpëtonim nënën e fëmijës dhe fëmijën. Morëm telefon zjarfikse, morëm policinë, erdhën pastaj bën atë detyrën e tyre, po ishte e pamundur, nuk arritim dot me fjalë që të shpëtonim nënën e fëmijës dhe fëmijën. Ajo vetëm kur doli, vetëm më tha djali. Kur tha djali, në atë moment ai hyri brenda. Si u fut brenda veta e zonja, nuk doli më. Tymi erdhi komplet jashtë korridorit. Nuk duke fare njeriu aty brenda nuk duke fare. 35 vjeçari Elona Sheu dhe foshnja e saj 6 muajshe u përcollën dje në banesën e fundit. Rasti i tyre është një këmban alarmi për përdorimin e bombolave të gazit dhe kontrollin ndaj tyre, pasi po marrin jetë njerëzish. Gjykata e krimeve të rënda dënoi me 35 vite burg Arban Djaloshin duke shpallur fajtor për vrasjen e babait Mirosh Djaloshi në mars të këtij viti. Gruaja e viktimës, Barte Djaloshi dhe djali tjetër i familjes u dënuan me masa atleta pasi penguan zbardhjen e ngjarjes. Mirosh Djaloshi ishte kryeplak i fshatit Shkall Manz. Gjykata e krimeve të rënda dënoi me 35 vite burg Arban Djaloshin, i cili vrau babain e tij Mirosh Djaloshi në oborrin e shtëpisë. Vendimi u dha mesditën e së njëjtës nga pesëshja gjykuese e kryesuar nga Irena Gjoka, e cila në përfundim të shqyrtimit të dosjes penale e cilësoi fajtor për akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënies familjare. Arban Djaloshi ishte i pranishëm në momentin kur gjykata dha verdiktin, por nuk bëri asnjë reagim. Më herët ai ka pranuar se e kishte vrarë baban pasi ishte i alkolizuar dhe i kishte tretonte nënën. Ndërkohë, gjykata dënoi gjithashtu me 3 vite burg Bardhe Djaloshin, bashkëshortja e viktimës, pasi i dha ndihmë të birin Arbanin të fshinte krimin dhe të mos zbardhej e vërteta. Për të njëjtën akuzë me 1 vit e 6 muaj burgim u dënua edhe djali tjetër i familjes, Flavio Djaloshi. 3 të pandehurit për shkak të gjykimit të shkurtuar përfitojnë ulje të 1/3 së dënimit. Mirosh Djaloshi u gjeti pa jetë në hyrje të rrugicës së banesës së tij në fshatin Shkall të Manzës, mëngjesin e 18 marsit 2016. Ai ishte goditur me mjete të forta në kokë. Viktima që ishte kryeplak i fshatit Shkall, njihej nga të gjithë banorët e zonës për problemet e tij që kishte me alkolin, madje për këtë shkak shpesh grinte me djemtë e tij. Nga hetimi ka rezultuar se Mirosh Djaloshi ka debatuar ashpër me të birin për shkak të alkolit dhe ka dalë nga shtëpia pa treguar se ku do të shkonte. Në këto moment, sipas prokurorisë, biri e ka ndjekur dhe ka goditur në kokë duke i shkaktuar vdekjen. Prokuroria e Tiranës dërgoi në gjyq 29 vjeçaren Dalina Azuni, e cila 2 muaj më parë sajoi një grabitje në shtëpinë e saj në Pinet të Ndroqit, vetëm që t'i tërhiqte vëmendjen bashkëshortit me të cilin, siç tha, kishte marrëdhënie jo të mira. Gruaja do të përgjigjet para drejtësisë për njoftim të rrem të organeve të rendit, por pavarësisht deklaratave të saj dhe ngjarjes që sajoi, çifti vazhdon të bashkëtojë. Në shtëpinë nuk ka ndodhur asnjë grabitje. Gjithçka e sajova vetë pasi nuk kisha marrëdhënie të mira me burrin dhe doja t'i tërhiqja vëmendjen. Sapo ai doli nga shtëpia, unë hodha disa rroba në dysheme, mora një shumë lekësh dhe i fsheha në dhomën e gjumit të vjerrës. Pastaj u vetlidha në karrige dhe u afrova te dera, i rash me këmbë që të dëgjonte i me vjerë. Kjo është dëshmia e Dalina Azunit, grua se cila pak muaj më parë ngriti në këmbë policinë pasi lajmëroi se në shtëpinë e saj në Pinet të Ndroqit kishin hyrë grabicit. Në fillim gruaja u tha hetuesve se grabici kishte hyrë nga dritarja dhe e kishte kapur prej flokësh, por nuk kishte mundur ta fiksonte këtë person. Policisë u desh shumë pak kohë të kuptonte se nuk bëhej fjalë për një ngjarje kriminale, por ishte vetë 29 vjeçaria që e kishte sajuar historinë. Disa orë më vonë vetë gruaja u kishte pohuar oficerëve se kishte bërë një gabim me ngjarjen, duke dashur të normalizonte marrëdhënien me burrin e saj, me të cilin kishte disa kohë që nuk fliste për shkak të kunatit. 2 muaj pas kësaj ngjarje, Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet dhe dorëzoi në gjykatë dosjen penale ndaj 29 vjeçares, e cila do të përgjigjet përpara drejtësisë për akuzën e njoftimit të rrem të organeve të rendit. Por përkundër nga sa pretendon e pandehura, bashkëshorti i saj u tha hetuesve se marrëdhëniet me Dalinën i ka patur të mira. Në dëshminë e dhënë para hetuesve, Indrit Azuni ka shpjeguar se ditën e ngjarjes ndodhe në treg për të shitur prodhimet e tij
e kur u kthye gjeti nënën në lot dhe gruan të friksuar. Nga larg pash që dritat e shtëpisë ishin ndezur. Kur hyra gjeta nënën që qante edhe fëmijët qanin. Gruaja dridhej, nëna bërtiste me det parat. Pash që njerëzit ishin mirë dhe u shkova tek vendi ku kisha futur lekët që fitoja nga shitja e perimeve. Më mungonin 630.000 lekë të vjetra, pas kësaj njoftova policin. Ndonë se nuk ka kaluar shumë kohë nga ngjarja, duket se çifti ka normalizuar marrëdhëniet pasi burimet të prokurorisë pohuan se Dalina dhe Indriti vazhdojnë jetesën së bashku. Edhe pse shoqëria shqiptare po bëhet gjithnjë më tepër materialiste dhe do të ketë çfarë shikon syri, sipas shitësve, dhuratat simbolike kanë dominuar më tepër në këtë fundvit. Festat e fundvitit dhe atmosfera e ngrohtë e festive nuk kanë kuptim pa dhurata, qofshin edhe simbolike. Megjithatë, pjesa më e bukur është kur dhuratat i ndalën me të tjerë. Shitësit thonë se shumë qytetarë blejnë dhuratat deri në momentin e fundit, pra edhe në ditën e ndrimit të viteve. Këtë vit, dhuratat më të preferuara kanë qenë ëngjëjt apo shandanët. Pëlqejnë ngjyrat me ngjyra, sidomos e kuqja është një nga ngjyrat që e specifikon dhe festën. Një ndër to janë dhe kuklla që i preferojnë shumë. Shandanët janë nga më të ndryshmet. Shqiptarët blejnë deri në momentin e fundit, e kemi këtë. Kjo është ëngjëll, kristal, edhe kjo është një ndër dhuratat më të preferuara. Çmimet nuk janë të tepruara dhe shpesh nuk u kushtohet shumë rëndësi, sepse për shumë njerëz dhuratat kanë vlerë shpirtërore më tepër se materiale. Në fund të fundit, mendimi ka rëndësi. Njerëzit ndoshta edhe me mundësi edhe pa mundësi mundohen që të paktën të blejnë gjëra simbolike për t'u adhuruar njerëzve të dashur. Thjesht ideja ose fakti që njerëzit kujtohen për të bërë dhurata në prag festa është shumë e rëndësishme sepse kujtojmë njerëzit më të dashur që kemi rreth. Por jo të gjithë dhurojnë apo marrin dhurata. Këta qytetarë dhanë përgjigje negative kur i pyetëm nëse kanë shpenzuar për festat e fundvitit në dhurata për të afërmit dhe miqtë e tyre. Kush na verne për dhuratë? Ja. Dhëna s'kemi marrë akoma. As marr, as jap. S'kemi lek. Po çfarë japim ne? S'kemi ç'japim ne. Studiuesit e huaj sugjerojnë se të shpenzosh para për të tjerët mund të përmirësojë dhe sjellë lumturinë, ashtu sikurse studimet të fundit tregojnë se mund të sjellë edhe shëndet fizik më të mirë. Bazuar në indeksin botror të dhuruarit në vitin 2015, në renditjen rajonale, Shqipëria i ka kaluar shtetet fqinje duke u renditur e para për sa i përket bujarisë, e ndjekur nga Maqedonia, Bosnia dhe Hercegovina, Mali Zi, Kosova dhe Serbia. Këto ditë në të gjithë botën po shpenzohen miliarda për dhuratat e fundvitit. Megjithatë, studimet e ndryshme tregojnë se vetëm 1 në 5 të tilla vlerësohet dhe pëlqehet. Thirrjes se kush dhuron në gjak shpëton një jetë janë bashkuar me 10 motoristë të grupimit Shqiponjat e rrugës, të cilët bëjnë thirrje qytetarëve për të bashkuar nismës si dhurata më e bukur për t'i dhënë buzëqeshje fëmijëve të sëmurë me talasemi. Një nga të gjithë Shqiponjat e rrugës, Steel Wings, edhe këtë fundviti kanë vendosur që t'i bëjnë një dhurat krejt veçantë fëmijëve të sëmurë me talasemi. Jo lodra dhe as ëmbëlsira, por kanë dhuruar gjak, që për talasemikët do të thotë jetë. Thirrjes kur dhuron gjak shpëton një jetë, janë bashkuar me 10 motoristë të Steel Wings, që i kanë bërë apel shoqërisë t'i bashkohen nismës si dhurata më e bukur për t'i dhënë buzëqeshje fëmijëve të smur. Njerëzit e tjerë bëjnë dhuratat ndryshme, ushqime ose vesh mbase ose diçka të këtij lloji. Ne menduam që dononim gjak. Gjëja ndoshta më e rëndësishmja për të dhuruar dikujt në këtë fund viti se ka shumë nga ata personat të cilët kanë nevojë për një gjë të tillë edhe në momentin që do të marrin këtë gjak ndoshta do të shkojnë pranë familjeve të tyre për ta festuar festën e vitit të ri. Gëzuar për ata që kanë nevojë dhe për gjithë të tjerët. Steel Wings është shtëpia më e madhe e motoristëve nga të gjitha trojet shqipfolse, që veç dashurisë për të ngarë motorin, antarët e saj të shumt janë aktiv në nisma humane në ndihmë të njerëzve në nevojë, si dhe në promovimin e bukurive turistike të Shqipërisë dhe jo vetëm.
Është arritur marrëveshja për armë pushim mes qeverisë dhe opozitës siriane, ka konfirmuar presidenti rus Vladimir Putin. Marrëveshja u deklarua edhe më parë nga Turqia dhe së shpejti pritet nisin bisedimet për paqe në Siri. Presidenti rus Vladimir Putin ka konfirmuar se është arritur një marrëveshje për armë pushim mes qeverisë dhe opozitës siriane dhe pritet të fillojnë bisedimet për paqe. Mediat e huaja bëjnë të ditur se armë pushimi do të nisë më 30 dhjetor. Marrëveshja që arritëm është shumë e brisht, duhet vëmendje e veçantë dhe durim, sjellje profesioniste dhe kontakt i vazhdueshëm me partnerët tanë. Është prehur Putin gjatë një takimi me ministrin rus të mbrojtjes datë të jashtëm. Marrëveshja që u deklarua më parë nga Turqia është e detajuar në 3 dokumente, shtoi më tej Putin. Dokumenti i parë do nënshkrua nga qeveria dhe opozita siriane për të ndaluar armiqësitë në territorin e Sirisë. Dokumenti i dytë ka të bëjë me masat e vendosura për të kontrolluar armëpushimin, ndërsa dokumenti i tretë është deklarimi i qëllimit për zgjidhjen e konfliktit sirian. Ministri rus i mbrojtjes theksoi se nëse marrëveshja nuk respektohet, Rusia do të rrisë prezencën e ushtrisë ruse në Siri. Presidenti rus Putin tha më tej se do të kontaktojë edhe me presidentin e Iranit dhe e Turqisë për të diskutuar hapat rreth procesit të paqes në Siri. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Rusia, Turqia dhe Irani do të takohen në Kazakistan për t'i hapur rrugën bisedimeve për paqe në Siri. Kjo e fundit ka njoftuar se do të vëzhgojë armëpushimin që do të nisë më 30 dhjetor. SBA mund të vendosë sanksione ndaj Moskës për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sanksionet mund të jenë ekonomike ose diplomatike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të vendosin masa të reja kundër Rusisë, pasi kjo e fundit akuzohet për sulme kibernetike ndaj postës elektronike të Partisë Demokratike Amerikane gjatë zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, njoftojnë mediat amerikane. Sipas tyre, sanksionet ndaj Rusisë do të jenë ekonomike dhe diplomatike. FBI-CIA dhe zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare në SBA janë shprehur se Rusia qëndron prapas sulmeve kibernetike në organizatat e Partisë Demokratike Amerikane pak para zgjedhjeve presidenciale të 8 nëntorit. CIA ka dalë në përfundimin se sulmet dhe rrjedhjet në media kanë pasur qëllim të ndihmojnë Donald Trumpin për të mundur Hillary Clinton. Presidenti i zgjedhur Donald Trump në mënyrë të vazhduar ka mbrojtur qëndrimin se Rusia nuk ndërhyri në zgjedhjet e nëntorit, por agjencitë e inteligjencës bëjnë të ditur se Moska ka ndërhyrë. Nga ana tjetër, Rusia ka mohuar rregullisht akuzat se ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Disa senatorë republikanë dhe demokrat janë shprehur se Rusia duhet të presë përgjigje të ashpra amerikane për shkak të sulmeve kibernetike. Presidenti Obama ka urdhëruar shërbimet e zbulimit për një rishikim të plotë të akuzave të ngritura. Është të shuar në moshën 84 vjeçare aktoria amerikane Debbie Reynolds. Ylli amerikan u shua një ditë pas vdekjes së bijës aktores Carrie Fisher, e cila njihet për rolin e saj në Star Wars. Debbie Reynolds ishte e njohur për rolet e saj në shumë filma muzikor dhe komeditë suksesshme. Legjenda e Hollywoodit, aktoria Debbie Reynolds, e njohur për rolin e saj në filmin muzikor Singing in the Rain, ndëroi jetë të mërkurën në moshën 84 vjeçare. Një ditë pas vdekjes së vajzës së saj, aktores së njohur të filmave Star Wars, Carrie Fisher. Aktoria amerikane 84 vjeçare ndëroi jetë disa orë pasi u dërgua me urgjencë në një spital në Los Angeles, pasi kishte psuar një ishemi. Vajza e saj, Carrie Fisher, e njohur për rolin e princesh Leias në serinë e filmave Star Wars, ndëroi jetë të martën në moshën 60 vjeçare pas një infarkti. Djali i Debbie Reynolds, Todd Fisher, duke lajmëruar vdekjen e nënës së tij, tha se ajo ishte tashmë me Carrien, ndërsa kishte lënë familjen me zemër të thyer. Fisher shtoi se dhimbja për vdekjen e të bijës ishte shumë e madhe për Reynolds, e cila raportohet se u ndje keq pikërisht ndërsa diskutonte planet e funeralit të Carrie Fisher me djalin e saj. Debbie Reynolds ishte e njohur për rolet e saj në shumë filma muzikor dhe komedi të suksesshme në vitet 50 dhe 60 në Hollywood. Ajo u nominua për çmimin Oscar për rolin e saj në filmin The Unsinkable Molly Brown në vitin 1964 dhe u nderua me çmimin e karrierës në vitin 2015, një çmim që u prezantua nga e bija Carrie Fisher.
Papa Francesku ka dhënë një mesazh për çiftet e sapo martuara në këtë fundviti, duke thënë se janë të guximshëm si dhe duke bekuar ata të cilët do të bëjnë prindër për herë të parë. I quaj çiftet e sapo martuar të guximshëm sepse nevojitet kuraj për ta ndërmarrë një hap të tillë, një angazhim për gjatë gjithë jetën. Mos flini gjumë pa vendosur paqe mes jush, i këshilloi Papa Francesku çiftet e reja. Në fjalën e tij, Papa foli për shembullin e Abrahamit, i cili besoi tek premtimi i Zotit se do të kishte një fëmijë, edhe pse ishte në një moshë shumë të thyer, ndërsa bashkëshortja e tij ishte shterp. Koha kaloi dhe premtimi nuk po realizoi, kështu që Abrahami ju ankua Zotit. Të kesh besim nuk do të thotë se duhet të pranohet gjithçka në heshtje. Besim do të thotë se edhe kur zemërohesh me Zotin, edhe unë jam zemëruar me Zotin disa herë dhe ja kam thënë këtë. Mos u shqetësoni, ai është aty ynë dhe na kupton. Keni kurajon dhe kjo është shpresa, deklaroi Papa Francesku. Taulan Gjaka kthehet protagonist në merkaton e janarit. Sipas mediave zviceriane, mes fushori kërkohet nga emra të mëdhenj si Borussia Dortmundit, Schalke dhe Valencia. Ndërkohë për të vendosur mbetet edhe ardhmja e Rej Manajt dhe Arlinda Jetit. Nga Gjermania në Spanjë, 3 skuadra emrat mëdhenj të futbollit evropian janë në gjurmët e Taulan Gjakës. Mes fushori kombëtares shqiptare është kthyer sërish protagonist në merkato, ndërsa sipas mediave zviceriane, Borussia Dortmundit, Schalke dhe Valencia kërkojnë të marrin shërbimet e futbollistit 25 vjeçar në sesionin e dimrit të transferimeve. Gjaka ka një kontratë deri në vitin 2021 me Bazelin, por duke qëndruar në atë që raportojnë mediat zviceriane, kjo nuk e pengon largimin e futbollistit pasi klubi është gati ta shes nëse vjen një ofertë më shumë se 15 milion euro. Kampionati spanjoll mund të jetë një pistë dhe për Rej Manaj. Sulmuesi do të largohet nga Pescara pas gjysmës së parë zhgënjyese në Serie A. Në fillim sulmuesi do të kthehet te Interi, ndërsa më pas klubi zikaltër do të gjejë një tjetër skuadër ku ta huazojë. Empoli në Serie A është shfaqur prej kohësh, ndërsa mediat italiane bëjnë të ditur se një opsion për të ardhmen e futbollistit 19 vjeçar është dhe Primera Divizion në Spanjë. Për të ardhmen duhet mendojë dhe Arlinda Jeti, pas dëmtimit të gjatë mbrojtësi kombëtares shqiptare është kthyer në një lojtar Stoli te Torino. Një situatë as pak e pëlqyeshme, por Ajeti do të fitojë bastin personal për të fituar rolin e titularit, megjithse skuadra si Crotone dhe Empoli këmbgulin për huazimin e tij deri në fund të sezonit. 8 milion euro është shuma që Atalanta duhet i paguajë Lazios për të siguruar shërbimet e Trit Berishës edhe për sezonin e ardhshëm. Martesa ndërmjet Atalantës dhe Trit Berishës mund të vazhdojë edhe pas përfundimit të këtij sezoni. Lajmi konfirmohet nga agenti i portierit të kombëtarës Federico Pastorello. E Triti po ecën kaq mirë, aq sa jam i sigurt se Atalanta do të ushtrojë të drejtën për ta blerë në fund të sezonit, shpjegoi ai për mediat pranë klubit të Lazios. Çmimi i kartonit të gardianit Kuqezi, i cili u hazua në ekipin Bergamas në ditët e fundit të merkatos së verës, dhe aktualisht përmerr veten pas operacionit në gjuhë, shkon në 7 milion euro. Kjo shumë të zvoglohet pas në marrëveshje mund të përfshihen dhe lojtarë të tjerë. Lazio ka shfaqur interes për portierin e dytë të Atalantës Marcos Portiello, por dhe për sulmuesin Alberto Paloschi. Serie A është përfshirë në ethet e merkatos. Juventusi po i kryen testet mjekësore mes fushorit Rincon, Milani ka gjetur rinovimin me Bonaventurën, ndërsa Interi pret çekun e milionave nga Kina për Verratin e Sanchezit. Mes fushori Milanit Jack Bonaventura u ka dhënë fund hamendësimeve dhe ka vendosur të rinovojë, ndërkohë që ka ardhur edhe okay nga pronarët e ardhshëm nga Kina, të cilët kanë dhënë aprovimin. Praktikisht Bonaventura ka zgjatur qëndrimin me fanellën Kuqezi deri në vitin 2020, duke dyfishuar pagën nga 1 milion në 2 milion euro neto. Shifra të ulta këto po të krahasohen me disa kampionate duke nisur nga anglez. Por Bonaventura është i lidhur me Milanin dhe ka pritur me qetësi, edhe kur gjithçka u bllokua në ver nga bisedimet me kinezët. Ndërkohë kampionët e Italisë, Juventusi do të zyrtarizojë afrimin e Thomas Rincon, mes fushori që shihet si pasardhës i Andrea Pirlos. 28 vjeçari venezuelian vjen nga Genoa, ku luan prej vitit 2014, ndërsa më parë në Europë ka luajtur me Hamburgun në Bundesliga për 5 vite. Tashmë i bën hapin e madh duke kaluar te Juventusi. Gjithçka është drejt përfundimit, teksa mes fushori shfaqur në qendrën J Medical të Bardezinve, ku po kryen testet mjekësore. Ndërkohë, duket se ecuria mjaft e mirë e Interit javët e fundit ka bërë optimist presidencën. Pronarët e ri të klubit zikaltër kanë premtuar se do të shpenzojnë shifra marramendëse në merkaton e verës së ardhshme. Drejtuesi Suning ka folur për rreth 150 milion euro, të cilat do të shërbejnë për të ofruar 3 lojtarë. Synimet janë Marco Verratti, Federico Bernardeschi dhe ëndra e madhe mbetet Alexis Sanchez.
Carlos Tevez është zyrtarisht një futbollist i Shangajt dhe zyrtarisht futbollisti më i paguar në botë, teksa do të përfitojë 80 milionë euro në 2 sezone. Carlos Tevez largohet nga Boca Juniors për të nisur një aventurë të re në Kinë. Tashmë zyrtare, apashësh blerja më e çmendur e Shanghai Shenhua. Sipas mediave argjentinase, Tevez do të përfitojë tek Shanghai 80 milionë euro në 2 vite. Një shifër për te logjikës që e shëndoron Tevezin në futbollistin më të paguar në botë. Me anë të një postimi në faqen zyrtare, Boca Juniors shkruan: klubi respektoi dëshirën e futbollistit për të vazhduar karrierën në shtetin aziatik. Pa çfat Carlito do të jesh gjithnjë në zemrat tona. Lexohet më tej në postimin e klubit Argjentinas. Tevez u transferua tek Boca në vitin 2015, pasi përjetoi 2 vite të suksesshme tek Juventus. Pas 56 ndeshjesh, 25 gola të shënuar dhe 2 titull të fituar, Tevez ndryshoi sërish destinacion duke pranuar një kontratë marrëmendse tek Shanghai Shenhua. 3 milionë euro në muaj është një shifër që shumë pak lojtarë mund ta refuzonin. Ofertat të çmendura dhe pagat e larta, këto janë arsyet që shumë prej yjeve të futbollit kanë zgjedhur Kinën për të vazhduar karrierën e tyre. Sipas të dhënave, skuadrat kineze kanë shpenzuar në 2 vite më shumë se 760 milionë euro për transferimin e futbollistëve të ndryshëm. Për momentin reziston vetëm Premier Liga angleze, por nëse vazhdohet me këtë ritëm, edhe ai që konsiderohet si kampionati më i pasur i futbollit do dorëzohet përballë Kinës. Kjo e fundit ka trunditur nga themelet tregun e transferimeve dhe shkak për këtë janë ofertat jashtë çdo lloj logjike në futbollin evropian. Për të krijuar një ide më të qartë, mjafton të përmendet fakti se skuadrat kineze në 2 vitet e fundit kanë shpenzuar në merkato 761 milion euro, duke u renditur vetëm pas kampionatit anglez, ndërsa shumë larg janë ligat e tjera në kontinentin e vjetër. Nëse dhe kaq nuk mjafton, atëherë zyrtarizimi se Kina është superfuqia e re financiare në futboll, janë transferimet e fundit të lojtarëve si Oscar apo Carlos Tevez. Këta por dhe lojtarë të tjerë që përpara tyre zgjodhën kampionatin kinez, e bën këtë jo për kualitetin, por të gjithë, nëse nuk do të pranonin, të paktën do të tundoheshin nga kontratat e çmendura ku Tevez do të fitojë 110.000 euro çdo ditë, ndërsa ish sulmuesi i Romës Gervinho, siç thotë dhe vet ai, tek asnjë skuadër nuk do të fitonte 10 milionë euro çdo sezon dhe 150.000 euro të tjera për çdo gol të shënuar. Shifra spektakolare të cilat kanë shëmbur hierarkinë në merkaton e futbollit botror, por skuadrat kineze nuk kanë ndërmend të ndalen. Objektivi i radhës është Arda Turan. Për turkun e Barcelonës interesohet Guangzhou dhe për shërbimet e tij është gati ta paguajë 18 milionë euro në sezon. Në një kohë që Luis Enrique ka refuzuar rinovimin e kontratës, Barcelona ka zgjedhur kandidatin kryesor për ta zëvendësuar atë në pankinë. Ai është Ernesto Valverde, trajneri aktual i Atletico Bilbaos. Është Ernesto Valverde, kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Barcelonës në rast se Luis Enrique do të vendosë largohet në fund të sezonit. Ky është plani B i klubit Katalunias që deri tani ka dështuar në objektivin e tij për të bindur trajnerin të rinovojë kontratën e cila i skadon në qershor të vitit të ardhshëm. Luis Enrique ka shtyr disa herë firmën në kontratën e re, ndërsa dhe në deklaratat e dhëna për mediat spanjolle ka lënë të hapur mundësinë që kjo të mos ndodhë asnjëherë. Kjo punë është shumë e rëndë dhe duhet mendoj mirë për të ardhmen, megjithëse drejtoi skuadrën më të mirë të botës, ishin fjalët e Enriques në një intervistë të fundit. Ato kanë alarmuar Barcelonën që po përgatitet për skenarin më të keq të mundshëm. Kandidati i parë në listën e pasuesve të mundshëm të Luis Enriques është Ernesto Valverde, trajneri aktual i Athletic Bilbaos. Ky i fundit ishte afruar dhe më parë me Barcelonën në kohën kur Pep Guardiola kishte vendosur të largohej nga pankina kataluniase. Ernesto Valverde konsiderohet si njeriu i dur që do të ruante stilin e lojës së Mesit dhe shokëve të tij, një nga kushtet më të rëndësishëm që duhet plotësoj çdo trajner që ulet në pankinën e Barcelonës. Luis Suarez është sulmuesi më i mirë i vitit. Sulmuesi i Barcelonës është vlerësuar me çmimin nga Instituti i Historisë dhe Statistikave në futboll. Si rrallë herë në podiumin e më të mirëve, nuk është as Ronaldo as Lionel Messi. 2016 ka qenë një vit i mrekullueshëm për Luis Suarez në aspektin personal.
Pasi fitoi Kopucën e Artë me 40 gola të shënuar, për sulmuesin e Barcelonës vjen një tjetër vlerësim. Sipas Institutit të Historisë dhe Statistikave në futboll, Suarez është dhe sulmuesi më i mirë i vitit. Në këtë klasifikim prestigjos, Suarez ndiqet nga Zlatan Ibrahimović me 38 gola të shënuar. Mbyll podiumin e më të mirëve Gonzalo Higuain, i cili kaloi një vit magjik me fanelen e Napolit. Për Suarez, kjo është era e tretë që vlerësohet me këtë çmim, pas më herët ka fituar dhe me fanelen e Ajaxit dhe Liverpool. Për herë të parë në vitet e fundit, Ronaldo nuk bën pjesë në podiumin e më të mirëve, rënditet i katërti, por as Lionel Messi që pozicionohet në vendin e 10. Do të shkojmë tani pak momente live me mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Në mbrojtjes shëndetit publik. Propozojmë që ky treg të jetë larg pjesës urbane me infrastrukturë për mjete ndarje për zookulturat, grumbullimit të pleut e të tjerë. 3. Ngritja e njësisë tregtimit të kafshëve të shoqërimit. Kjo njësi e përbashkët do të grumbullonte të 24 pikat e tregtimit të këtyre kafshëve, të cilat shkaktojnë shqetësime të shumta tek komuniteti. Grumbullimi në një pikë të vetme sipas standardeve evropiane do të krijojë kushte për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve si dhe të shoqërimit. Krijon kushte higjienike dhe eviton ndotjen nga vektorët patogjen, pasi në njësi të ndara është më e lehtë transmetimi nga kafshët tek njeriu. Propozojmë gjithashtu 4, një taks zero për tokat bujqësore, krijim kushtesh sidomos për lehtësirat fiskale për të rinjt, që të shfrytëzojnë, të cilët marrin iniciativa për të shfrytëzuar tokat pa mbjella, si dhe ferma për prodhime bujqësore, duke u bërë këtyre të rinjve taksën bujqësore zero. Kjo do të ndikojë edhe në inkurajimin e të rinjve, si dhe në shtimin e hapësirave prodhuese. Ne propozojmë gjithashtu minus 30% për taksën bujqësore në rastet e kultivimit dhe të mbjelljeve medicinale, frutave të pyllit, drurve arror e të tjerë. Propozojmë gjithashtu lehtësim për krijimin e fermës familjare, krijim lehtësirash fiskale për familje fermere në ish komunat e Tiranës që në fermën e tyre të prodhojnë produkte bio dhe këto produkte të shkojnë direkt te konsumatori. Ulje për këtë kategori 30% të taksës bujqësore. Ky zinxhir tregtimi fermer-konsumator do të krijojë lehtësi për fermerët si dhe produkte të ngurta biologjikisht për qytetin e Tiranës, të sigurta, biologjikisht për qytetin e Tiranës dhe pa kosto tregtimi. Kërkojmë gjithashtu një matës real të ndotjes së ajrit, vendosja e matësave që tregojnë në kohë reale nivelin e ndotjes së ajrit në PM10, PM25, COX, NOX në qytetin e Tiranës. Kjo do të mbajë gjithmonë nën kontroll monitorimi nga komuniteti vlerën e ndotjes dhe nuk do të lejojë përkeqësimin e tyre. Kërkojmë gjithashtu të rikonstruksionin e serrave të bashkisë. Serrat e qytetit duhet i kthehen traditës që ka pasur Tirana, duke krijuar mundësinë që bimët zbukuruese të qytetit të jenë gjatë të gjitha stinëve dhe bimësia të jetë e habitateve të Tiranës, duke mundësuar mos coptim të ekosistemet të florës dhe të faunës. Kjo serë, që ekziston tashmë në një gjendje të caktuar, do të mundësoj edhe ekspozitat e bimëve dhe luleve si njërisi për qytetin. Propozime për lidhur me njësitë administrative. Njësia administrative numër 1. Rehabilitimi i shtratit të lumit Lana tek zona e urës së Shkozës. Zgjerimi i urës, pasi ura u ndërtua, ka probleme me mbetjet në atë zonë. Zgjerimi i urës së këmbësorëve tek materniteti i ri Koçoglozheni duke e bërë të përshtatshme për automjetet. Njësia numër 2. Rruga Todi Shkurti me fillim kryqëzimi i saj në rrugën Mjal Grameno, punime nga ujësillës kanalizime pranë pallatit Grand si dhe asfaltim. Rruga Osmet në Sauk, qendër rikonstruksion i plot. Rruga Budi nga Godina 19 qyteti studentit deri depo e ujit. Rruga e Xhabrahimve kërkohet rikonstruksioni i plot. Njësia numër 7. Rikualifikimi i rrugës Frosina Plaku, pajisje, ndriçim dhe trotuare. Njësia numër 8. Zona 1943 dhe zona 1924 të bëhet ndërhyrje e plot dhe me infrastrukturë. Këtu
propozohet një kompleks ku të përfshihen shkollë, kopshte, qerr, territore sportive, lulishte, qendër shëndetësore, ndriçim rrugor në territorin që kufizohet nga Dervish Luzha dhe Ali Beshiri, që është pronë shtetërore. Kompleksi që ne propozojmë është një zgjidhje e madhe për zonën, pasi përveç rrugëve të infrastrukturës nën toksore do të lehtësojë dhe problemin e madh të fëmijëve në lidhje me shkollat, kopshtet, të cilat janë të detyruar të ndjekin mësimin në shkolla që ndodhen larg në banesat e tyre. Gjithashtu do të jetë një zgjidhje edhe për moshat e treta, me ambientet e çlodhjes që do ndërtohen për ta. Njësia administrative numër 9, ndërtimi i qendre komunitare, kopsh shkollë, tek zona e shinave të trenit. Ju lutem. Njësia administrative numër 11. Njësia administrative numër 11. Rekonstruksion i infrastrukturës rrugore të blokut numër 3. Rekonstruksion i infrastrukturës rrugore të blokut numër 2. Rekonstruksion i urës së kalimtarve. Njësia administrative Bërgjit. Ndërtimi i ujësjellësit Bërgjit. Ky investim është i shoqëruar dhe me projektin teknik dhe ka qenë përfshirë edhe në buxhetin e vitit 2016 Bashkisë Tiranë. Rekonstruksion i rrugës Mihajas, Cirme dhe Lugsh Shalqiz. Ky investim është i shoqëruar edhe me projektin teknik. Rehabilitimi i kanalit Ujitës për segmentin nga kanali qendror Hekal, për në Pëllumbas i Beposhtme Bërgjit, Dobresh dhe me segmentin nga liçeni i Kollagjeshit për në Klojk, Pavresh, Peshkashesh. Në njësinë administrative Fark, ndërtimi i një qendre shëndetësore, rekonstruksioni i rrugës Agallarët dhe ndërtimi i një shkolle në Selit. I nderuar zoti kryetar, se mbarova të lutem. I nderuar zoti kryetar, theksoj edhe një herë që ato propozime që janë përfshirë tashmë në projekt buxhet kuptohet që është shumë mirë që të jenë përfshirë. Për të tjerat, ne mendojmë se nga dëgjesat që kemi bërë me qytetarët janë shumë të domosdoshme për ta. Buxheti do ketë nevojë dhe për rialokime gjatë periudhës së vitit dhe ne insistojmë që këto propozime të përfshihen në paketën e gjithë që ju keni prezantuar që po prezantoni për miratim në Këshill dhe bashkë me këtë paket ne do t'i japim mbështetje buxhetit të ri. Faleminderit. Po, kryetari Bashkisë. Zoti Roga, ju falenderoj shumë për paketën e propozimeve. Në fakt me ndoshta do na duhet një vështrim më i detajuar sepse pash që lista e investimeve, disa rrugë që mu fiksuan edhe nga leximi i paketës, rruga Deposuit të tjerë, kam përshtypjen që tashmë janë përfshirë, nuk them dot 100%, por disa që i konfirmova me një shikim të shpejt janë përfshirë. Kurse për disa të tjera, pra ke pjesa e investimeve jemi në rregull. Te pjesa tjetër ndoshta duhet bëjmë disa sqarime. Për shembull, për pjesën e tregut të kafshëve, ne sapo jemi bashkuar me iniciativën e Ministrit të Bujqësisë për tregun në Laknas. Vijon mbledhja e Këshillit Bashkiak diskutohet për buxhetin e 2017-s, theksojmë se është miratuar pak orë më parë edhe plani urbanistik për Tiranën, por ne do të shkëputemi këtu. Ndërkohë kujtojmë që gjithmonë se mund të informoheni duke klikuar në balkanweb.com për të njohur në kohë reale me gjitha zhvillimet kryesore të ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Po në Balkanweb do të keni mundësinë të lexoni online gazetën shqiptare, mund të dëgjoni Radio Rash dhe mund të na ndiqni në transmetimin tonë të drejtë për drejtë në opsionin News 24 Live. Bashkë do të ndajemi këtu, miru takofshim. Miru pafshim.